Sinqerisht, kur ngjoj ligjëratat e deputetëve të Partisë Socialiste aq më tepër të ministrave të kësaj qeverie, mbushem me shumë frymëzim, me shumë kënaqësi dhe ndjej një dashuri jashtëzakonisht madhe për qeverinë e cila po na shpëton nga të gjithë hallet që ka ky popull. Unë do doja që të mbyllë fjalën e fundit në këtë parlament, ku kam 20 vite që hyre në këtë parlament dhe shkuta nga sistemi i drejtësisë dhe me votat të drejtë për drejta me sistemi magjoritar u futa për herë të parë në parlament. Bërë një betim të cilin jam përpjekur të mos e shkel kurrë dhe nuk kam për të shkelur as në vijim. Si dashsula individi përkas babës, nënës, bashortës dhe fëmijët mi. Si dashsula politikan i përkas të gjithë shqiptarëve për më shumë mirënjohje qytetarëve të Peqinit, të Belqit, Sarrikut, Gramshit e dhe gjithë qarkut të Elbasanit. Unë i ulëm në gjunjë dhe i falenderoj pa mas qytetarët që në 2021 me besuan të përfaqësojnë në këtë sallë për të ngritur zërin dhe problemet e tyre. Kjo është seanca e fundit për këtë legjislaturë, praktikisht seanca ime e fundit për 4 vitet e ardhshme. Kur shoh pas 4 vitet që kaluam, unë ndjehem krenar dhe modestisht them se kam dal nga ky parlament jo si një hipokrit, si një servil apo një lëpirës. Jam përpjekur që çdo ditë të këtij mandati t'ia përkushtoj atyre që më besuan dhe më sollën në këtë parlament. Kam denoncuar, kam ngritur zërin për mungesë e infrastrukturës në Bashkinë Peqin dhe Bashkitë e Qarkut të Elbasanit. Para zgjedhjeve kam denoncuar disa herë këtu në parlament se në fushën ngërmullimit të prerave në Elbasan vijon të ketë abuzime. Qytetarëve të merren parat për të inceneruar mbetjet, por ato nuk incenerohen. Por një herë në vit vihet zjarr dhe ndotet e gjithë të Elbasani e mëtej. Kam denoncuar mungesën e subvencioneve në bujqësinë, faktin që parat që vinin nga BE-ja për fermerët, individë të caktuar i ndanin në mënyrë preferenciale dhe ndryshonin destinacionin. Kam denoncuar në mënyrë të vazhdueshme zbrazjen e fshatrave dhe mungesën e shpresës në gjithë Shqipërinë. Kam ngritur zërin se në Shqipëri po zhduket produkti Made in Albania, se po bie nga viti në vit mbashtrimi i kafshëve të buta ku blokëria po shkon drejt rënimit. Kam denoncuar me forcë dhe i vetëm në gjithë parlament kontrabandën e naftës, se numri i ato mjeteve në vitin 2013 ishte dyfishuar, ndërsa importi i naftës ishte ulur në një kohë ku Shqipëria nuk nxjerr asnjë litër naftë, në një kohë që gjithë një pjesa më e madhe e opozitës heshte. Por gjithë sa më sipër kam patur shifra konkrete, fakte dhe dokumente zyrtare. Kjo më ka ndihmuar që ndonse një deputet në thonjza katunar të tërheq vëmendjen dhe t'i them dhe të kem besimin e shqiptarëve nga çdo cep dhe të mbështesojnë denoncimet e tyre për t'i dhënë zë në këtë sallë. Për asnjë moment nuk jam udhëhequr nga ideja për të bërë zhurmë, të tërheq vëmendjen e opinionit publik, por në çdo moment jam përpjekur të jem zëri i tyre për të tërhequr zërin e pushtetarëve që të përmirësonin sa do pak jetën e tyre. Kam denoncuar këtu martesën PS-PD për kodin zgjedhor. Isha i vetmi që votova kundër kodit zgjedhor, por zëri im ishte shumë i ulët pasi isha vetëm. Më vjen keq që në shtator majoranca e cila me mandatin e ri të fituar shkon në 16 vite qeverisje, por do duket e rinovuar dhe opozita do jetë edhe akoma më vjetëruar. Kaca Vazo Muzeumi dhe Kaca Vazo Turpi, kam shpresë të një grup të rinj që do jenë këtu në parlament, do Zoti që në mendje dhe zemrat e tyre të kenë të ndarë nga këto vazat të cilët shqiptarët i kanë thyer me kohë, por tani duhet të thyej dhe vetë partia. Jam krenar gjithashtu që kam qenë pa më të vogël me dyshje në mbështetje të SPAK-ut, pavarësisht problemeve brenda saj. Rezultatet kanë qenë për të vlerësuar dhe për të mbështetur. Përballë një magjorance që konsumojnë 12 vite pushtet dhe në 4 vite të gjithë pushtetet, drejtësia do të kishte qenë aleati më i mirë i opozitës, por fatkeqësisht kjo nuk ndodhi. Por SPAK sot kërcënimi më të madh i vjen nga opozita, pavarësisht edhe nga qeveria. Është e vërtetë që brenda SPAK-ut dhe drejtësisë së re ka drut shtrembur, por opozita do duhet të investojë në pastrimin nga ato drut të shtrembur, jo t'i fuste në një thes të gjithë. Megjithatë, po azoj shprehjen e kreut të socialistëve sa përket drejtësisë së re. Nuk keni parë gjë akoma. Si një ish koleg i tyre, unë inkurajoj që të kenë aftësinë gjithmonë të mbajnë pastër veten e tyre dhe të vijojnë përpara pas një kompromis, për të goditur shkelcet e ligjit.
Mbasi për mua kjo mund të jetë herë e fundit që futem në sallë në këtë mantel të deputetit, por kjo ditë nuk shënon fundin aktivizimit të tim politik. Unë do vazhdoj çdo ditë, derisa të kem frymë, të jem zëri atyre që gjen veten tek unë, zëri atyre që besojnë tek unë me politik aktivizëm dhe në çdo formë, unë do të jem pranë qytetarëve që kanë mbështetur në këto 20 vite karrierë politike. Mirënjohje pafund për qytetarët e vendit tim dhe kjo nuk është një lajm të mirë, por një mirënjohje për 4 vitet që kemi kaluar dhe frymëzim për vitet që kemi përpara. Një falënderim të veçantë do të kisha për të gjithë administratën e kuvendit, duke filluar nga sekretari i përgjithshëm i kuvendit dhe deri tek nëpunësi më i thjeshtë i administratës së kuvendit, dhe një falënderim jashtëzakonisht të veçantë për të gjithë administratën e sallës së plenare, ku të nderuar kolegë, ato janë njerëzit më të respektuar, njerëzit më të nderuar, të cilët kanë bërë të mundur që të ketë vijimësi të rregullt të gjithë dhe një funksionim normal i gjithë kuvendi i Shqipërisë. Pa diskutim, do më lejoni që falënderimin e fundit ta bëj për të gjithë mediat, për të gjithë gazetarët e terrenit, për të gjithë gazetarët e kronikave, për të gjithë ato të opinionistë të cilët kanë qenë zëri dhe dritarja e vetme e së vërtetës dhe të cilët ishe pamundur që pa këto media vizive dhe të shkruar, sigurisht politika do ishte një errësirë ndoshta shumë e thellë dhe e pa eksploruar dhe e pa denoncuar dhe e pa e ditur nga gjithë qytetarët shqiptarë. Ju falenderoj. Të gjithë e keni marrë vesh që para 2 ditësh u kap 2250 ton naftë kontraband nga Libia, e cili është në embargo. Dhe kur dolem ne këtu dhe denoncuam që ka ose kontraband, ose nafta e Ballçit që del nga petrol, përdoren në për pikat e karburantit në për Shqipëri, asnjëri nuk dha përgjigje dhe ministri i Financave rrekej që të jepte një argument. Dhe argumenti ishte shterp dhe nuk kishte asnjë lloj vlere, sepse të krahasosh, se thash, vitin 2011 me 340.000 makina, me vitin 2021 me 740.000 makina, të krahasosh 570.000 ton të zhdoganuara naftë importi për konsum për makinat në Shqipëri në vitin 2011, të krahasosh me vitin 2021 dyfishimi i numrit të makinave dhe nafta bie 35.000 ton më pak në vitin 2021. Këtu pa llogaritur, duke përfshirë mjetet e tonazhit të rënd, pa llogaritur ekskavatorët apo firmat e ndërtimit të cilët shpenzojnë shumë para. Dhe së fundi, po ju them dhe është me një shkresë zyrtare, të cilët i është vënë në dispozicion dhe medias. A e dini që autoriteti portual i Durrësit, i cili i kthen përgjigje personat të interesuar për sa përket anijes së kapur me naftë kontraband në Durrës, nuk kjo është kompetencë sot e portit autoritetit portual, sepse ne nuk shkarkohen anijat me naftë këtu në portin e Durrësit, por shkarkohen në portin privat, të cilët e kanë klientët e juaj të qeverisë, edhe të djeshmit tonit. Sigurisht, po kështu prapë vazhdohet. Dhe të gjithë ato klientë të kësaj qeverie sot, të cilët ju bëni miliona euro, më falni, se thash miliarda, sepse inshallah se keni arrit miliardin, sepse po arritni miliardin pastaj do jetë akoma më të mërshme për ne gjithë se na bie që mos kemi bukë shtëpi tona. Me miliona euro janë të gjithçka në saj të këtyre që bën kjo qeveri dhe të mbështetjes. Dhe përsëri po i rikthehem edhe një herë tjetër për sa përket atyre shtesave të 4 paleje. Po ju them miqësisht juristëve të Partisë Socialiste, po i them burrave të nderuar që ka kjo parti këtu, që janë këtu poshtë, thritin i mendjes edhe mos e lëni të shkelin më në drast kalbët kjo qeveri me to budalliqe dhe to që bën artifice në këtë lloj forme të zgjedhjet VPM, e cila nuk ka asnjë lloj logjike juridike dhe juristi më i dobët i cili mëson në vitin e parë në fakultet e di që VPM-ja nuk mund të jetë më fuqishëm, nuk mund të ketë më shumë vlerë dhe të shfrytëzojë një ligj apo një kod penal të cilët ju i vini në zbatim. Por, duke pat parasysh përsëris, që klientët e juaj të cilët kanë ndërtuar dhe ju për të gjetur rrugën për të shpëtuar, keni bërë këtë gjë. Dhe mos fusin katunarët ton, shatarët ton, dhe ato njerëzit që janë vlorë, ku janë nga Vërmoshi deri në Konispol, që të përfundojnë në burg dhe të cilët dënohen dhe nuk ka njeri të shpëtojë. Por po ju them dhe lajmin e fundit, le ta përgjithësoj prokuroria e Tiranës. Mbrëm ka dalur 3 urdhë arresti për 3 oligarkë që kanë ndërtuar tu paleje nga prokuroria e Tiranës dhe e tërheq të 3 urdhët arrestit. Nuk po ja them emrat, edhe mund t'i merrni vesh, edhe ju t'i kuptoni. 3 urdhë arresti ka tërhequr prokuroria e Tiranës mbrapsht, s'është bërë presion prokurisë së Tiranës.
që personat e cilët kanë bërë shtesa kati këtu, oligark, nuk janë arrestuar. Kjo është e vërteta, që ta dini. Ju faleminderit. Po e dini për sa i përket dhe rrugës Qukës Qaflloq të cilët po investohet. Po ka qenë vitin 2013 që ka filluar rruga, 43 km rrugë është. Përpara një muaji këtu miratuam 56.8 milion euro që morët borxh. Tani po merrin 49 milion dollar tjerë. Po e dini që kanë përfunduar 99.4% të punimeve të gjithë kësaj rruge dhe merret ky borxh tani për 0.6% të punimeve të kësaj rruge? Sa për kujtesë për rrugën Tiranë-Elbasan. Dhe ju du dini gjë, zonja zyrtare ministre. Të gjithë të rrugë me të vërtet që nuk kanë përfunduar, po janë filluar nga qeveria e Partisë Demokratike. Dhe ju keni qenë të detyruar se të jeni sigur që nuk do t'i fillonit, se dhe një rrugë të cilët ju keni filluar për tunelin e Karrdiqit e bë 2 fishimin e fondit. Mos harroni që pjesë e rrugëve të tjera i keni dhënë të gjitha me PPP. Në një kohë që rruga e kombit për 120 km ka kushtuar 1.2 miliard euro. I bie 10 milion euro apo dollar si do të ta quani për 1 kilometër rrugë. Po e dini sa kushton 1 kilometër rrugë sot në fushë tek ju? 20-25 milion euro. Ky është problemi. Nuk kam thënë për rrugën e Elbasanit. A e dini zonja Zëvendës kryeministre që u nis me 312 milion dollar rruga Tiranë-Elbasan dhe ka përfunduar me 450 milion dollar. Por mos harrojmë që kompania Aktor, kur erdhi në fuqi Partia Socialiste, qeveria e Partisë Socialiste, e hoqi Aktorin dhe ai ka fituar 45 milion dollar në arbitrazh. Shtoi edhe këtë 45 milion dollarët. A e dini zonja Zëvendës kryeministre që për vetëm për skarifikimin e shpatit të Ibrës janë dhënë 35 milion dollar, ku janë dhënë? Janë dhënë alatët juaj në vitin 2013 dhe në vitin 2017, të cilit mori 35 milion dollar për atë shpat. Tani, zërat e këshia thonë që 35 milion dollar të hiqish Mali edhe dile Matan, ajo është skarifikuar dhe është investuar aty 35 milion dollar. Kjo unë mendoj që nuk është reale. Megjithatë, zonja Zëvendës kryeministre, me që përmendet edhe vendet tjera, unë po i drejtohem vetëm për zonën e Peshinit dhe po ju them. A e dini zonja Zëvendës kryeministre, me që ka dhe kryeministri, në zonën e Peshinit ka 0 investime për 1 metër asfalt për gjatë tyre 10 viteve? A e dini zonja Zëvendës kryeministre, po ju them që në qytetin e Peshinit nuk mushet do të gropat. Respekt është. Më falet. Okej. Më fal pra. Rruga, mund ta tregoj këtu. Rruga në mes të qytetit të Peshinit vendosën tulla. Rruga për të shkuar tek spitali i qytetit të Peshinit duhet kaloj, jo, në ambulancë nuk kalon, po duhet kalosh me traktor, me rrota. Edhe është për ta okej, shikojnë fotot. Kto janë të vërtetat. Po ju them një fakt tjetër. Për rruga Peshin-Belesh e cila është ndërtuar, ka 5 vite që nuk rregullohet edhe aty rrezikon jetën e përditshme qytetarët. Shikojeni si është. Kjo është rruga. Shikoj çfarë gjendje ka. 5 vjet mos rregullosh 30 metra apo 40 metra rrugë është e rëndë. Pra këto janë të vërtetat. Dhe sigurisht unë po ju them që qyteti i Peshinit dhe gjithë zona e Peshinit, thashë, gjithë fshatrave nuk është investuar. Nuk është investuar as edhe 1 metër rrugë me asfalt. Pra, ju synoni që të bëni projekte të mëdha, ndërsa fshatrat e cilët ka nevojë për përditshmëri nuk investohet. A i dini që po ju them që si humbin fondet? Po sigurisht që fondet humbin rrugës. Dhe po ju them që unë kam thënë edhe herë tjetër, urdhroni, tu bëhet fjalë për në Lumi Shkumbin, me që bëhet fjalë për në zonën tonë, është në Lumi Shkumbin ka qenë një investim për 1.2 milion dollarësh dhe ky investim për 1.2 milion dollarësh ekziston vetëm kjo godin dhe kjo palë shkallë. A kushton kjo godin dhe kjo palë shkallë 1.2 milion dollar? Si ka mundësi? Ku janë? Dhe këto është një firmë e cila i ka marrë që ka qenë dhe pjesëtare tek incineratorët. Dhe kjo është e vërteta. Pra 1.2 milion dollar nuk ekzistojnë fare, janë zhdukur, edhe si mund të besohet. Sigurisht që ne nuk kemi kundër absolutisht
për të ndërtuar rrugët dhe infrastruktura rrugore dhe pa diskutim që duhet bëhet, por ama ne themi që nuk duhet abuzohet, nuk them që va bëni ju abuzimin në mënyrë të drejtë për drejtë, por ato që i bëjnë duhet të verifikohen dhe duhet të vinë përpara përgjegjësisë. Por sigurisht unë mendoj që për rrugën Qukës Qafploç kam përshtypjen që nuk ka përfunduar as në vitin 2025, sepse të jeni të sigurt që për këte 75 milion, se tha Ministra e Financave, që janë marrë 75 milion dollar tani, në një kohë që ky tenderimi është bërë për 25 milion dollar në vitin 2015 dhe sigurisht nuk ka përfunduar segmenti punimit dhe firmat të cilat ka marrë këtë tender nuk ka përfunduar punimet dhe për gjatë tyre 2 apo 4 vite që i bie është bërë puna shkele shkot sepse nuk ka përfunduar, nuk ka patur fondet. Dhe ju tani e keni marrë fondet që keni siguruar me 49 milion dollar dhe shikohet që nuk ka përfunduar përsëri dhe përsëri do jemi këtu që do vini ndoshta në vitin 2025 që përsëri të kërkoni, përsëri të miratoj parlamenti, përsëri një hua tjetër. Sigurisht, unë mendoj që, e thash dhe shumë, siç e tha dhe kolegu Çollaku, që ajo të cilat vërteton më së miri gjithë problematikën që ne kemi si shoqëri është ikja e qytetarëve shqiptarë. Nuk ka gjë më domethënëse, sepse ajo provon që këtu nuk ka se si të jetohet mirë. Unë po ju them vetëm kaq, që me të vërtetë regjimi diktatorial i Enver Hoxhës ka bërë krime, pa diskutim, ka vrarë sa ka vrarë burgosur, pa diskutim, ka dhunuar dhe ka shkatëruar familje shqiptare, pa diskutim, por ama Enver Hoxha për regjimi Enver Hoxhës nga 800.000 që ishim, na çoi 4 milion e 200.000. Po ne ku jemi sot? Ne nga 4 milion e 200.000, po ikim mbrapsh. Edhe si thuhet në gjithë statistikat në vitin 2050, Shqipëria do të përfundojë me 700.000 banor. Atëherë si do të rregullohet kjo shoqëri? Të trejat nuk kanë të ardhme dhe nuk ndërtojnë dhe nuk krijojnë familje këtu. Kush përfundon studimet jashtë shtetit nuk rikthehet më në Shqipëri. Apo të infermierët të cilët apo të gjithë mjekët të cilët përfundojnë studimet ikin menjëherë në Gjermani, marrin kontratë pune. Mos harrojmë që janë statistikat të cilat nuk i themi ne, i ke nga Eurostati dhe janë statistika shumë të sakta. Dhe kjo është problematika më e madhe. Atëherë nëse do të ishim mirë që shoqëria shqiptare dhe qytetarët shqiptar do jetonin mirë këtu, sigurisht nuk do të iknin, sepse ishte shumë mirë. Por ama fakti është komplet tjetër.